Kryeministri Edi Rama në rubrikën Sy përsëriti sërish se vetëm me të dhe Partinë Socialiste mund të integrohen në Bashkimin Evropian. Kreu qeverisa se Bashkimi Evropian nuk ka fanella partijake, por ka një mekanizëm të ftohtë që vlerëson punën dhe ecurinë e vendit në procesin e negociatave. Ai kërkoi votën për Partinë Socialiste, pasi sipas tij është e vetmja parti që do të sigurojë integrimin, përndryshe situata do të jetë fatale. Bashkimi Evropian nuk merr pjesë në votime në Shqipëri, nuk ka fanel partijake shqiptare. Bashkimi Evropian ka një mekanizëm të tërë për të monitoruar ecurinë e punëve në një vend që pretendon të bëhet antar i Bashkimit Evropian. Dhe ai mekanizëm nuk do të di fare, siç thash, as për përkatësira politike, as për simpatira politike, as për. Ai mekanizëm është një mekanizëm i ftohtë, i akullt, që shikon vetëm punën dhe rezultatet. Dhe tani, nëse në bazë të punës dhe rezultateve, ky mekanizëm thot të kundërtën, komplet të kundërtën, e këtyre që thua ti Bledi dhe që thon plot të tjerë si ti këtu që nisen nga të tjera premisa, do të thotë që në të vërtetë Shqipëria po bën hapa shumë të mëdhenj në transformimin e gjithë organizmit të vetë shtetëror dhe po bëhet një shtet i gatshëm për të bërë shtet antar i BE-s. Qeveria jonë mund të ketë shumë të meta. Qeveria jonë në gjithë këto vite mund të ketë bërë plot gabime. Por askush tjetër, as përballë, as përreth, as mbrapa nesh, nuk bën dot as se si atë që ne bëjmë dhe që ne mund të bëjmë në këtë moment në histori. Nuk e bën dot. Dhe do të ishte fatale për vendin çdo lloj lëkundje në 11 maj. Kreu qeverisë përmendi një sulm që ka marrë në faqen e tij të Facebookut pas publikimit të një video satirike që shënjestron të opozitën. Ai nuk kurseu as ironinë për opozitën, teksa tha se nuk mund të humbasësh integrimin në Bashkimin Evropian për mustaqet e Çelos. Nuk bëj të ndryshe sepse unë nuk shaj. Nuk ngre e ul njerëzit o kriminal o hajdut o maskara o mafioz o qembirqeni. Këto janë forma barbare e komunikimi. Më pëlqen të përdor satirën. Para ca ditësh është postuar në të faqe një epizod i një krijimi të dy trimve që ma kanë dërguar me dëshirë një ta postoj, një teatër kukullash i lezetshëm, sipas meje, një mënyrë për të dhënë një mesazh, kuptim plot. Dhe është sulmuar faqja nga një tufë e madhe kandidatësh të një subjekti politik të ri, nga këta të rinjtë. Por e vetmja gjë që mund kuptoj nga ai sulm i organizuar i deputetëve të subjektit të ri politik është vjetërsia e mendjes tyre. Kush nuk është në gjendje të përballoj as humorin, as satirën, nuk duhet merret në politikë, mendoj unë. Rama tha se më 11 maj do të kalojnë për 800.000 votave, për shkak edhe të votës së diasporës. Rama tha se 11 maj do të tregojë se kush do të ndëshkohet. Ai thotë se populli do të çojë një mesazh Bashkimit Evropian.